Përshëndetje të gjithëve, po takohemi sërish me lajmet orës 9. Në Tiranë është nënshkruar memorandum bashkëpunimi trepalësh, Shqipëri, Kosovë, Kroaci në fushën e mbrojtjes. 3 ministrat e mbrojtjes, Piro Vengu, Ejup Maqedonci dhe Ivana Nushic, thanë se kjo marrëveshje ka të bëjë me ngritjen e kapaciteteve të mbrojtjes dhe të industrisë së saj, rritjen e ndërveprueshmërisë përmes edukimit, ushtrimeve dhe trajnimit. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, u shpreh se nënshkrimi i kësaj deklarate hap rrugën e matutjeshme të bashkëpunimit dhe nuk është rast kërcënimi paraskënd, por sipas tij është mesazh për ata që synojnë ta kërcënojnë rajonin. Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë e konsideron provokim marrëveshjen në fushën e mbrojtjes të nënshkruar nga ministrat e mbrojtjes të Kosovës, Shqipërisë dhe të Kroacisë. Në reagim, Serbia ka thënë se do të dërgojë kërkesë urgjente ministrave të jashtëm të Kroacisë dhe Shqipërisë, duke kërkuar shpjegim të detajuar lidhur me nënshkrimin e memorandumit trepalësh. Sipas Beogradit, me këtë marrëveshje janë ndërmarrë hapa që dëmtojnë stabilitetin rajonal. Ecim tutje për Kosovën, demokracia është sinonim i lirisë, i paqes dhe sigurisë. Kështu ka deklaruar presidenti Vjosa Osmani në fjalimin gjatë pjesëmarrjes në The World Forum, i cili po mbahet në Berlin. Ajo ka shtuar se Kosova është shembull i një shteti dhe një populli që ka luftuar e sakrifikuar për shekuj me radhë për lirinë, pavarësinë dhe demokracinë. Në këtë forum kanë marrë pjesë ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton dhe Hillary Clinton. Mira qytetarë shkuan në Drenicë për të bërë homazhe te trupi i pajet i babait të ish presidentit Hashim Thaçi. Haxhi Thaçin e quajtën njeri të rezistencës, i cili shtëpinë e tij dhe familjen e shndroi në pikë reference për çdo idealist të luftës për liri. Ai u varros në fshatin Buroj të Skënderajt në prani të mira qytetarëve. Qytetarë, politikanë e bashkëqytetarë u shprehën të indinjuar me moslejimin e Thaçit në varrimin e babait të tij, ndërkohë në një njoftim nga familja Thaçi janë falendëruar të gjithë pjesëmarrësit nga të gjitha trojet shqiptare. Pas zgjedhjeve të fundit në Lidhjen Demokratike të Kosovës ka pasur kritika mes bashkëpartiakëve. Abdullah Hoti kritikoi kryetarin e partisë Lumir Abdigjikun për rezultatin e zgjedhjeve, duke kërkuar që partia ta zgjedhë një udhëheqësi të re. Mbështetësit e Abdigjikut thonë se kryetari ka punuar shumë dhe se nuk shqëndrojnë kritikat e kolegëve të tyre. E pas kërkesës së lëvizjes vetëvendosje drejtuar panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për rivotim të atyre që votuan me post për zgjedhjet parlamentare, ka reaguar Lidhja Demokratike e Kosovës. Me një deklarat për media, LDK dënon çdo formë të presionit të ushtruar ndaj PZAP-s, duke e konsideruar këtë si ndërhyrje të papranueshme dhe të rrezikshme. LDK thekson se nuk do të lejojë që zgjedhjet të shndrohen në farsë të dirigjuar nga një pushtet që synon ta deformojë rezultatin zgjedhor përmes trysnisë dhe manipulimit. Vetëvendosje pretendon se në votimin me post pati vjedhje të votave nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Sipas përfaqësuesve të saj, fletvotimet u plotësuan me stilolaps me ngjyrë të njëjtë dhe se kishin shtypje dhe adresë të njëjtë. Do që të lajmet e orës 9, faleminderit për vëmendje, miru takofshim.